Kosova po përballet me një paradoks në tregun e punës. Papunësia mbetet e lartë, për bizneset në gastronomi, ndërtim dhe shitje me pakicë kanë mungesë punëtorësh. Ekspertët e lidhin këtë me mospërputhjen mes nevojave të tregut dhe drejtimeve që zgjedhin të rinjt, duke lënë bosh zanatet dhe shërbimet. Vitet e fundit të rinj po orientohen drejt ICT-s dhe mjekësisë, ndërsa interesimi për shumë profesione të tjera ka rënë, me pasoja të dukshme në tregun e punës. Si pasojë e mungesës së fuqisë punëtore vendase, Kosova ka rritur dhënien e vizave të punës për shtetas të Bangladeshit, kryesisht në ndërtimtari për të kompenzuar këtë mungesë punëtorësh. Pronari i biznesit Niazim Musliu thotë se kompania e tij ofron edhe trajnime për punë, por mungon interesi. Po të drejtën, interesimi i trive është shumë i vogël për lamin tonë, dhe më dhëmë për përpunimin e metaleve, edhe ne jem detyruar që të kërkojmë të më dhëmë punëtorë nga shtetet e rajonit. Për momentin kemi punëtorë të punësorë nga Turqia, nga Jordani, mi pas shpejti do të kemi edhe nga Indonezia. Pse në kuadër të kompanisë Aerometali kemi edhe akademin për përpunimin e metaleve, për saldator, kështu që ne jemi përgatitën punëtorët, edhe vendorë, po edhe punëtorët që na vinë nga shtetet tjera, me një farforme punëtorë, fuqi punëtore të arsyeshme për tregun e punës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, që nga viti 2023, shkolla pjesëmarrjes në fuqinë punëtore është 43.6%, që do të thotë më shumë se 645.000 njerëz përbëjnë fuqinë punëtore. Shkolla zyrtare e papunësisë është 10.9%, teksa shkolla e popullsisë ekonomikisht jo aktive, si pjesë e popullsisë në moshë pune, është 56.4%. Rreth 2/3 e popullsisë në Kosovë janë popullsi në moshë pune. Përqindja me shkujve të punësuar ishte 55.9%, kurse përqindja e femrave të punësuara ishte 21.2%. Shkalla e jo aktivitetit ende vazhdon të mbetet mjaft e lartë, 56.8%, mirë po vërehet një rënje e përqindjes prej 2.5%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Tregu i punës në Kosovë po kalon ndryshime të shpejta, të ndikuara nga lëvizjet demografike, zgjedhjet arsimore dhe dinamika ekonomike. Këto zhvillime kanë nxjerrë në pas sfida të reja për bizneset dhe institucionet, duke rihapur debatin mbi përshtatjen e fuqisë punëtore me kërkesat reale të ekonomisë.